Një banesë është përfshirë nga flakët në mbrëmjen e së dielës në fshatin Lishantë, njësisë administrative Lozni në bashkinë Dibër. Banesa në pronësi të shtetasit Fadil Demiri u dogje gjitha. Fatmirësisht, nga zjarri nuk pati persona të lënduar pasi sapo kanë konstatuar flakët, të gjithë familjarët dolën jashtë. Menjëherë pas njoftimit, forcat e zjarrfigëses kanë mbërritur në vend ngjarje, por ka qenë e pamundur fike e zjarrit pa shkaktuar dëme. Në vendin e ngjarjes ka mbërritur edhe grupi hetimor, i cili ka nisur hetimet për zbardhjen e shkaqeve të vërteta të zjarrit, ndërsa paraprakisht dyshohet të ketë ardhur nga një shkëndijë elektrike. 5 anëtarët e familjes Demiri momentalisht janë në qiell të hapur pasi e gjithë banesa është krumbuar dhe se nuk mund të përdoret më për të jetuar në të. Ndërkohë, specialistët e mbrojtjes civile pranë bashkisë Dibër kanë nisur punën për llogaritjen e dëmit të shkaktuar. Të kontaktuar nga ana jon, drejtues së bashkisë Dibër thanë se familja Demiri do të strehohet menjëherë nga ana e bashkisë dhe se do të futet në projekt pilot për rekonstruksionin e plotë të banesës së dëmtuar. Deri në përfundimin e rregullimit të banesës, 5 anëtarët e familjes do të trajtohen me bonusin e qeras.